Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, pas përfundimit të serisë së derseve njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij, sonte me lejen e Allahut do të fillojmë një seri të derseve të reja e që e kemi titulluar Shoqëria që ndryshoi botën, pejgamberi alayhi salatu selam dhe sahabët. Dhe se qëllimi kryesor i zgjedhjes së këtyre temave apo zgjedhjes së këtyre ndodhive dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu selam është për treguar se çfarë ka ndodhur mes sahabëve dhe pejgamberit alayhi salatu selam. Dhe gjitha këto tregime dhe histori janë të vërtetuara në hadithe të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj vëllezër, para se të fillojmë me mësimin e parë, është e udhës me ditë dhe me sqaru qëllimin e këtyre ndodhive mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shokëve të tij, dhe se çfarë nxjerrin prej dobive dhe ursive që i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar këto ndodhi dhe këto ngjarje mes tij dhe sahabëve. Qëllimi kryesor vëllezër i këtyre ndodhive është që me ndjoft për së afërmi ndodhit, vështërsitë që sahabët i kanë përjetuar gjatë jetës së tyre. Se si sahabët kanë pranuar Islamin dhe çfarë ka ndodhur me sahabët pasi që e kanë pranuar Islamin dhe pastaj vështërsitë e tyre të jetës së tyre pas pranimit të Islamit, megjithse gjitha këto vështërsi nuk e kanë zbehur dhe gjitha këto zullume nuk i kanë larguar ata prej qëllimit të tyre kryesor, e që ishte arritja xhenetit dhe takimi me pejgamberin alayhi salatu selam në ahiret. Prandaj tregimet e pejgamberit alayhi salatu selam me sahabët o vëllezër dijeni se janë histori të vërteta. Tregimet e pejgamberit alayhi salatu selam me sahabët janë prej tregimeve më të bukura. Tregimet e pejgamberit alayhi salatu selam me sahabët në të ka këshilla dhe mësime të shumta për ata të cilët mendojnë dhe për ata të cilët logjikojnë. Tregimet e pejgamberit alayhi salatu selam me sahabët në përgjithësi dhe me historitë të cilat i ka përmendur Allahu në Kur'an në veçanti forcojnë zemrat e besimtarëve dhe e shtojnë imonin apo e ngrisin besimin tek ata. Po ashtu tregimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam me sahabët qartësojnë udhën e drejtë të besimtarëve kashi rrugës së keqbërësve. Po ashtu vëllezër tregimet e pejgamberit me sahabët në përgjithësi dhe historisë së përmendur në Kur'an për pejgamberët e Allahut në veçanti qartësojnë shkaqet e shkatrimit dhe shkaqet e shpëtimit. Allah subhanahu wa taala tek surja Ahzab ajeti 21 na thot: në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. Edhe fillojmë vëllezër me ndodhinë e parë apo me tregimin e parë që ka ndodhur mes pejgamberit alayhi salatu selam dhe Ebu Hurerës. Dhe para se të tregojmë ndodhinë e Ebu Hurerës me pejgamberin alayhi salatu selam, është mirë me njohët se kush është Ebu Hurera. Ky sahabi i nderuar dhe ky transmetuesi më i madh i haditheve të pejgamberit alayhi salatu selam. Të gjithë e njohim me Ebu Hurera, mirëpo emri i tij është Abdurrahman ibn Sakr, ndërsa llaqabi i tij është Ebu Hurera, që njihet ndryshe nëse përkthehet në shqip del baba i macës, prej fisit Dos nga Yemen. Ka qenë imam i madh, faqih, hafiz, recitues i Kuranit, mujtehid, shok i pejgamberit alayhi salatu selam, adhurues i madh, po të njëjtën kohë ka qenë edhe asket i madh. Pra, Ebu Hurera radhiyallahu anhu apo Abdurrahman ibn Sakr është njohur në mesin e sahabëve dhe mesin e njerëzve me këtë llaqab. Dhe këtë llaqab e ka marrë prej nënës së tij. Përderisa thot isha duke i kullotur baktit, thot i mora 2 maca me veti dhe i futa në mangën e rrobës së mi, të mia, dhe pastaj thot erdha në shtëpi dhe nona jam e ndëgjoj zhurmën e tyre dhe më tha: o Abdul Shams,
çfarë ke që dëgjoj, thot I kam 2 maca dhe pra së dite ma ndroj, nuk më thiri më kur Abdul Shams, por më thiri Ebu Hurera. Po të njëjtën gjë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pas ardhes së tij në Medinë, njëjtën lagap, pra të njëjtën ofiç I dërguari I Allahut e ka thirrur Abdurrahman Abi Sakrin Ebu Hurera. Pasi që e pranon Islamin Ebu Hurera radiallahu anhu, shpërngullet Medinë. Mosha ati ka qenë 28 vjeçare kur Ebu Hurera ka ardhur në Medinë me një grup njerëzish të fisit Dos të Yemenit. Xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë shtëpia e tij, kurse I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mësuesi I tij. Pra Ebu Hurera kur ka ardhur në Medinë nuk ka qenë I marrëdhur, por ka ardhur me nonën e tij dhe me një grup njerëzish dhe nona e tij ka qenë udhëtare, por me lutjen që I dërguari I Allahut bën për nonën e tij, ajo pra e pranon Islamin, gjë që na vjen edhe hadithi apo tregimi I radhës kur flet se si pra I dërguari I Allahut është lutur për nonën e Ebu Hurerës dhe ajo e kishte pranuar Islam. Ebu Hurera radiallahu anhu vëllezër ka jetuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam vetëm 4 vite për shkak të vonimit të tij në Islam. Pra, ka jetuar 4 vjet me pejgamberin e Zotit, mirë po ka transmetuar më së shumti hadithe prej sahabëve. 5374 hadithe Ebu Hurera I transmeton prej haditheve të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam për 4 vjet jetesë me të. Vetë Ebu Hurera radiallahu anhu tregon dhe thot, kur disa than, sa pak ke qëndru me pejgamberin e Zotit dhe sa shumë hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam transmeton. Dhe këtë hadith e gjem tek Imam Buhariu me numër dorë 2492. Dhe Ebu Hurera I përgjigjet duke thënë: një ditë prej ditëve, përderisa ishin duke qëndruar pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam, I dërguari I Allahut na u drejtu dhe tha: kush prej jush e hek rrobën e tij dhe vendos, që pastaj ai të bën lutje dhe të bën dua, që çdo gjë që thot profeti I Zotit mos me harru kur. Dhe Ebu Hurera radiallahu anhu ka qenë ai I cili e ka hekur rrobën e tij, e ka vendosur në para profetit Zotit dhe I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra është lut dhe ka bë dua dhe thot Ebu Hurera që nga ai moment çdo gjë që ka thon pejgamberi alaihi salatu wasalam thot kur më nuk e kam marru. Pra ata të cilët than sa pak kernu me profetin dhe sa shumë hadithe ke tregu, kjo është një prej arsyeve që Ebu Hurera radiallahu anhu pra ka transmetuar shumë hadithe për shkak të duas së pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe Ebu Hurera vëllezër tregon vetë dhe thot ka ndodhur shpesh herë që nuk kam pas qa me ongër dhe qa me pi. Për arsye se kam qenë jetim pa babë dhe kam rënu në varfri, derisa kam punu edhe si hamal, vetëm për një goj buke, por kur barkun tim nuk e kam ngi me ushim. Asnjëherë thot barkun tim nuk e kam ngi me ushim. Thot vetë Ebu Hurera radiallahu anhu, në hadithin e Imam Buhariut 3708, thot: njerëzit më kanë thonë: o Ebu Hurera, ti po tregon shumë hadithe, ndërkohë që shoqëria jote me pejgamberin alayhi salatu wasalam ka qenë shumë e shkurtë. Dhe thot Ebu Hurera radiallahu anhu, thot e kam shoqëruar të dërguarin e Allahut ndërsa barku jam ka qenë ish zbrazët prej ushimit dhe prej pijës. Pra barku jam ka qenë barkthat. Pastaj thot: nuk ku mongër asnjëherë ushqim cilësor. Nuk ku vesh asnjëherë rroba të reja. Pas që kum pas dikush I mu me më shërby. Asesi. Por thot asnjëherë nuk ju kum da kërkimit të dijes dhe ndes me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Prandaj thot shpesh herë kum do në rrugë dhe kum pyet dikon për ndonjë ajet të Allahut edhe thot pse e kum ditë. Mirë po thot qëllimi jam ka qenë që mos ai po më thirr mu me hongër bukë në shpinën e tij. E kum ditë thot ajetin, e kum pyet, ma ka kthy përgjigjen, por nuk më ka kthyer me hongër. Por se qëllimi ka qenë që po më thirr me hongër për shkak të mungesës së ushqimit që ai e ka pas. Dhe thot e tregon thot se migja I pejgamberit alayhi salatu wasalam Jafar ibn Abi Talib, shpesh herë thot na ka bë sajgi në shtëpinë e tij, na ka thirr, na ka dhënë me hongër dhe me pi. Por thot ndodhte që edhe vet Jafar ibn Abi Talib mos me pas çka më na dhon
e ka dhonë sofrabezin, o vëllezër, thotë Ebu Hurera e ka dhonë sofrabezin, na ka dhonë neve, e kemi shky pjesë edhe e kemi lipi që ato pjesë të sofrabezit, vetëm me i dhonë diçka prej ushimit pra barku tonë, pra asoj që kam bet në atë sofrabez, ndoshta prej ndyrës ose prej troshave, tham hadithi është tek Imam Buhariu. Dërsa kërë muslimant kanë shkiru pas vdekjes pejgamberit dhe pas vdekjes së Ebu Bekrit, kohën e Omerit dhe Uthmanit, kërë muslimant kanë shkiru shumë vende, atëherë edhe oshtu edhe pasunia në mesin e muslimanëve, njëjtën kohë edhe i ka ardhur dhënia edhe Ebu Hurerës me fitu prej pasurisë të e kanë shkepra muslimant. Mirë po, kjo nuk e ka bërë që Ebu Hurera mos me vazhdu kërkimin e dijes dhe mos me vazhdu me kon edhe asket për Allahun subhanahu wa taala. Lind pyetja se ku qëndron sekreti i mbajtjes në mend gjithë këtyre haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam nga i dërguari i Allahut, ndërsa ai shumë pak ka rënë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Këtë përgjigje o vëllezër më së miri e ka dhënë Imam Neveviu në vëllimin e 8 kur i komenton hadithet e Imam Muslimit. Dhe aty e sharon Imam Neveviu se arsyeja që Ebu Hurera ka mësuar përmend shumë hadithe dhe e fillon me të parën duke thonë Ebu Hurera thot fillimisht dihet sinqeriteti për hir të Allahut, pastaj thot Ebu Hurera radhiyallahu anhu fillimisht ja ka obligu vetës vetë që ditën e natën me përcjell pejgamberin alayhis salatu wassalam në gjitha segmentet e jetës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe pastaj ai më u transmetu të tjerë. E dyta thot Imam Neveviu thot është se Ebu Hurera i ka mbajtur në mend sahabët e mëdhej dhe i ka shoqëruar sahabët e mëdhej dhe ka përfitu për tyre dije dhe ka përfitu për tyre hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe e treta që e përmend Imam Neveviu dhe thot se dëshira ti e madhe për diturinë dhe për njohjen e halalit dhe haramit, gjë se cila kanë qenë shumë të rëndësishme për muslimanët, po ashtu dhe për Ebu Hurerën, dhe kur e ka po i dërguari i Allahut dashurinë e madhe të Ebu Hurerës për nxënien e dijes dhe kapjen e hadithit, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është lut për të dhe ka bë dua për të, dhe fundit e katërta thot se Imam Neveviu thot se Ebu Hurera thot ka jetuar gjatë pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Kjo ja ka mundësu Ebu Hurerës që ai me transmetu ma shumë hadithe, dhe kjo ja ka mundësu Ebu Hurerës që ai me mësu ma shumë hadithe, për shkak se ka nejt një kohë gjatë në mesin e sahabe, ndërsa Ebu Hurera radhiyallahu anhu o vëllezër vdes në vitin 57 pas hijretit në moshën 7 vjeçare, pra e ka shoqëruar vetëm 4 vite pejgamberin alayhis salatu wassalam, ka jetu 47 vjet mas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe është varrosur në varrezat e Bekijes në Medinë. Ka shumë për me fol për Ebu Hurerën, mirë po shkurtimisht i përmena disa prej virtyteve dhe cilësive të tij, dhe tani Ebu Hurera vëllezër na e tregon neve ndodhin se çfarë ka ndodhur mes tij dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Vet Ebu Hurera tregon dhe thot betohem në Allah subhanahu wa taala, dhe thot se ka pasur raste kur për shkak të urisë madhe jam rëzu, kam ra për tokë. Ka pasur raste për shkak të urisë madhe e kum lidh një gur në bark, prej dhimbëve të mëdha të barkut dhe mos prezenca e ushqimit edhe e pijes. Kështu thot kum dal në rrugë për t'i pritur njerëz. Thot i kum pyetur njerëz për ajetet e Allahut, e kam ditur kuptimin e ajetit, mirë po thot kum prit mos po më thirr dikush dhe po më bën sa i gjin shtëpinë e tij. Thot aty pari kaloi Ebu Bekri, e pyeta për një ajet, mu përgjigj nuk më thiri. Thot pastaj kaloi Omeri radhiyallahu anhu, e kum pyet për një ajet, ma kthej përgjigjen, edhe pse thot e kam ditë përgjigjen, edhe Ebu Bekri, edhe Omeri ja kanë kthy përgjigjen Ebu Hurerës, mirë po thot masi që e kam marr përgjigjen, edhe pse e kum ditë përgjigjen, nuk më kanë ftu që të shkoj dhe ka ushqim shtëpinë e tyre. Dhe pas pak thot kaloi Ebul Qasim, e që është për qëllim i dërguari i Allahut. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas ofiqin Ebul Qasim, baba i Qasimit. Qasimi ka qenë djali i parë i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili ka vdekur
duke qenë fëmijë, domethënë moshën shumë të vogël, domethënë dikon disa transmetime ka ardhur para pubertetit, disa transmetime kanë thonë 2 ose parafërsisht deri në 7 vjet. Dhe kur më pa, thot pejgamberi alayhi salatu selam, thot buzëqeshi, kur më pa, thot buzëqeshi, dhe e kuptoi qëllimin e daljes tem në rrugë. Dhe mu kthy dhe më tha, o Ebu Hir, thash të përgjigjem, o i dërguari i Allahut, thot hajde me mua. Edhe njeka thot mrapa pejgamberin alayhi salatu selam, derisa shkum në shtëpinë e tij dhe i dërguari i Allahut thot kërkoi leje prej familjarëve të tij për më fut në shtëpi, njëjtën gjë pastaj edhe më thirrri dhe mua, edhe hym në dhomën në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu selam, dhe aty thot e pam një tas me qumësht. Dhe i dërguari i Allahut i pyeti familjarët e vet, thot prej kajt thot është ky tas, kush e ka pru këtë tas? Than, o i dërguari i Allahut, këtë tas me qumësht e ka sjell filoni dhe filoni. Ka thonë, çka është halli këtij? Ka thonë, kjo është dhurat, nuk është sadak, sepse ju e dini që sadakën e ka pas të ndaluar pejgamberi alayhi salatu selam për me hangër. Dhe pastaj i dërguari i Allahut i thot Ebu Hurerës, thot, o Ebu Hurere, thot shkon në xhami edhe thirri ahlus sufe, banorët e sufës. Banorët e sufës janë ata të cilët kanë pranuar islamin, fukara të ngratë, të shkret, të cilët kanë bo hijret prej vendit ku kanë jetu, kanë ardhur në Medinën e pejgamberit, nuk kanë pas shtëpia, por kanë rnu në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu selam. Dhe ka qenë numër i madh, kanë njerë deri në 70, 80, 100, mirë po kanë qenë edhe të parët kur kanë ndodhur betejat. Domethënë gjithmonë numri është lëviz. Thot o Ebu Hurere, thot shko thirrë ehl sufën, edhe thirri të shtëpia me ardh bashkë me neve edhe me pi. Thot Ebu Hurera, thot u nisa për me shku me e thirë ehlu sufën që me ardhë tek shtëpia pejgamberit. Mirë po thot paraprakisht kjo thot nuk më pëlqej. Shejtoni ka bo vezves, thot nuk më pëlqej. Thot çka mundet me na dal neve kjo gotë, ky tas me qumësht. Gjithë atyve banorëve të sufës që në xhami. Ky tas me qumësht thot nuk mjafton as për 2 vet, 3. Le më thot për ata njerëz. Pastaj edhe kur të vinë thot këto në shtëpi, thot profeti i Zotit kom ju dhon aty me pi, thot dërsa unë jam ma lazëm, unë mas shumë di kam nevojë me ngop barkun tem me qumësht. Edhe kur të pinë ata thot unë muj dhe me mbet, thot pa pije hiç. Mirë po dikur ndalet dhe thot kjo është urdhri i Allahut dhe kjo është urdhri i pejgamberit alayhi salatu selam, dhe niset dhe i thirr gjithë ata ahlus sufë, pra banorët e sufës, dhe të gjithë së bashku shkojnë tek pejgamberi alayhi salatu selam, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Ebu Hurerës dhe i thot o Ebu Hurere, thot merre tasin edhe fillon me u dhon aty. Nuk përmendën hadith se sa vet kanë qenë, por një grup njerëzish. 10, 12, 15, Allah di më së miri. Edhe thot fillova me u dhon njënit, dytit, tretit e kështu me radhë, deri tha thot Ebu Hurera radiallahu anhu, dhe secili prej tyre ka pi derisa është ngi prej një tasit me qumësht. Dhe thot Ebu Hurera radiallahu anhu, derisa erdhë rani tek i dërguari i Allahut. Pra mbetëm vetëm unë edhe pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe i dërguari i Allahut më tha, o Ebu Hurere, tha kena mbet vetëm unë edhe ti. I thash ashtu është o i dërguari i Allahut, dhe pejgamberi alayhi salatu selam më tha ulu dhe pi, dhe thot fillova me pi qumësht. Pastaj masi që i kum pi, i thash profetit Zotit mjafton, thot pi përsëri, dhe përsëri të kum pi Ebu Hurera. Dhe i thash të dërguarit të Allahut mjafton me kaq, dhe i dërguari i Allahut më tha pi përsëri, dhe përsëri të piva deri tha sa ngopa. Dhe i thash përsëri më tha pi, dhe i thash më o i dërguari i Allahut nuk muj thot më me pi. Dhe pastaj thot e mur tasin i dërguari i Allahut, e falenderoj Allahun, tha elhamdulillah, dhe pastaj tha pejgamberi alayhi salatu selam bismillah, dhe e piu atë pjesë të qumshtit që ka qenë mrena atas. Dhe këtë hadith të sakt të ndodhisë pejgamberit alayhi salatu selam me Ebu Hurerën e gjejmë tek Imam Buhariu 6452 dhe tek Imam Muslimi me numrin dorë 2545. Ky është tregimi që ka ndodhur mes pejgamberit alayhi salatu selam dhe Ebu Hurerës. Dhe ulemaj o vlezër kanë nxjerrur dobi dhe mësimet shumëta prej këtij hadithi madhështor të pejgamberit alayhi salatu selam. E para është, kanë thonë se ky hadith i pejgamberit alayhi salatu selam është një prej treguesve të mëdhej për të treguar gjendjen e sahabëve, të cilët kanë jetuar në varfëri të skajshme,
por të njëjtën kohë për të treguar dhe gjendjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili dhaj ka jetu në varfëri, derisa ka ndodhur që nuk ka pas çka me hongër dhe nuk ka pas çka me pi, derisa ka hongër prej hurmave të mykta dhe me krymba pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç tregon Aisha radhiyallahu anha dhe hadithin e gjejmë të saktë tek Imam Muslimi, ku thot Aisha radhiyallahu anha, thot se familja Muhamedit asnjëherë nuk janë ngopur me buk elbi 2 ditë radhazi, derisa i dërguari i Allahut kalon botën tjetër. Pra ka hongër buk elbi, jo buk bardh, as xez, po buk elbi, dhe dihet se sa e fortë është ajo buka e elbit për me tret lukth. Dobia e dytë kanë thonë është se lejohet me u betu edhe pa pas nevojë. Do të thonë kërkush nuk e ka shti Ebu Hurerën me bobe. Çfarë thanë fillim? Betohën në Allahun e lartësuar se ka pas raste kështu. Pse e ka bo Ebu Hurera këto? E ka bo për me ditë dhe me kuptu dëgjuesi gjendjen e Ebu Hurerës, në të cilën ka qenë ai, dhe gjendja e sahabëve, se çfarë kanë ndodhur dhe si e kanë përjetu ata skomin dhe fukarallëkin me pejgamberin alayhis salatu wasallam. Prandaj edhe është zotu Ebu Hurera. Dobia e tretë kanë thonë se lejohet me fshi gjendjen tënde të fukarallëkit. Edhe nëse ti vërtet ki nevojë për të. Dhe mshefja e gjendjes tënde të fukarallëkit, duke mos kërku për të tjerëve, kjo tregon virtytin e madh të atij personi. Dhe kjo tregon moralin e lartë të atij personi. Se kështu ka bo Ebu Hurera. Ka pas nevojë shumë për ushqim dhe për pije, nuk ka kërku për Ebu Bekrit. E ka pyet për ajet, nuk ka kërku për Ebu Bekrit. E ka pyet Omerin radhiyallahu anhu për ajet, nuk ka kërku për ty për me hongër, për me hongër. Pra, pse e ka bo këtë vepër Ebu Hurera? Për arsye se Ebu Hurera radhiyallahu anhu ka pas krenari në besimin e tij në Allahun subhanahu wa taala, dhe ka pas dinitet në veten e tij dhe në Islam. Dhe dobia e katërt që kanë përmend dietarët është edhe mendjeprecësia dhe madhështia e mëshirës së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Se në momentin kur ai i dërguari i Allahut, pra i ka pa njerëzit, i ka kuptuar se çfarë kanë. Kur e ka pa Ebu Hurerën, e ka kuptuar se çfarë halli ka. E ka ditë se ajo është i uritur. Për ato dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka thirrë mysafir në shtëpinë vet. Çfarë jep me tregu kjo? Kjo jep me tregu se sa i kujdesshëm ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam karshi shokëve të vet dhe karshi muslimanëve. Dobia tjetër është vëllezër, është edhe që kanë përmendur ulemaja që çfarë përfitohet për këtë hadithi, është kanë thonë lejohet buzëqeshja në raste të rënda. Pra Ebu Hurera në halë vetin s'ka që me hongër për dhimbje të mëdha, ndërsa kur e ka pa pejgamberi alayhis salatu wasalam ka kesh, ka buzëqesh. Pse? Për me relaksu Ebu Hurerën, me largu, domethënë atë vujtjen e tij prej urisë dhe me bë pak me kon ma i relaksum Ebu Hurera radhiyallahu anhu. Dhe kjo ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, siç ka ardhur hadithi tek Imam Tirmidhiu, hoxha e Islamit Imam Albani e bën për haditheve të sakta, çfarë thot pejgamberi i Zotit, thot buzëqeshja është sadak. Për ato dhe i dërguari i Allahut ka kesh para fytyrës së Ebu Hurerës. Dobia tjetër është se ndalohet me hy në shtëpi edhe nëse është shtëpia jote pa marrë leje prej familjarëve. Se kështu ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ti ndodh mundesh me një shtëpi, po Allah alam se në çfarë gjendje është nona, motra apo gruaja jote. Dhe këto kemi argument fjalën e Allahut subhanahu taala tek sura Nur, ajeti 27, ku thot i madhi Zot, o besimtar, mos hyni në shtëpitë e huaja pa marrë leje dhe pa i përshëndetur banuesit me selam. Dhe këto e ka bëu pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe pse ka qenë shtëpia vet, pra ka marrë leje prej grave të tij. Dobia tjetër është vëllezër se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar dhuratën, pra e ka pranuar hedijën. Ndërsa nuk e ka pranuar sadakën. E cila tham ka qenë ndaluar për të dërguarin e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ardhur sadaka profetit Zotit, ja u ka shkep fukarave ose e ka çuar në xhami ku kanë hongër banorët e sufës, ndërsa kur i ka ardhur atij hedija, dhurata, e ka hongër vet, po të njëjtën kohë edhe ka thirrë edhe ortak me hongër prej
prej atij ushqim. Dobia tjetër është, o vëllezër, se lejohet dhënia dhuratës nëse ty tipët dhuratë. Pse lejohet? Se në momentin kur ti e merr dhuratë, ajo tash është pronë jotja. Edhe ti ki drejt me bëj çfarë të dush me atë dhuratë. Kështu veproi i dërguari i Allahut. I tosi me qumësh që ishte dhuratë për profetin, mirë po ai çfarë boni? U dha edhe shokëve të tjerë dhe gjithë së bashku pra pijen prej atij qumshit. Dobia tjetër është, o vëllezër, se pasimin pejgamberin alayhis salam është obligim i secilit besimtar musliman me ndjek dhe me pasu sunetin e pejgamberit alayhis salam, qoftë në lehtësi, por qoftë edhe në vështirësi. Dhe kjo është baza, kjo është parim. Për ato dhe çfarë tha Ebu Hurajra radhiyallahu anhu? Nuk kum dasht një thirr banorët e sufës. S'ka dasht një thirr banorët e sufës. Sepse do të kum qonë më i nevojshëm unë për me pi se sa ata. Por pasimi i të dërguarit të Allahut është obligim dhe urdhri i pejgamberit alayhis salam është urdhri i Allahut. Ka thonë thirri edhe i ka shku edhe i ka thirr pra Ebu Hurajra banorët e sufës. Dobia tjetër, o vëllezër, është se prisi duhet me kon shembull dhe model. Pra me kushtu vëmendjen ndaj njerëzve të cilët ka nevojë dhe mu kujdes për ta. Kështu ka vepruar edhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ku i ka ardhur dhurata, me njëri ka thirrë ata të cilët kanë pas nevojë edhe fukarajt apo njerëzit të tjerë dhe ju ka dhonë për me pi. Dobia 11 që kam përmendur ulemaj është se është obligim për prindrin që kur ati i vjen ndonjë mall në shtëpinë e tij, pa dijen e tij me i pyet fëmijët e vet prej kujt ka ardhur ky mall. A është halal apo është haram? Kështu veproi pejgamberi alayhis salam kur e pa tasin me çumësh në shtëpi, tha prej kujt ka ardhur ky tas çumësh, ta ka pru filoni. Çka është? Ka thonë është dhuratë. Në rregull jemi. Dobia tjetër është, o vëllezër, se muslimani sa do i fortë jetë në imanin e tij, në besimin e tij, dije se ai asnjëherë nuk është i sigurt karshi kurthave të shejtanit, karshi ngacmimeve të shejtanit. Pa marrë parasysh gradën e tij të dijes, edhe nivelin e tij akademik në dije. Mirë po kur nuk mundet me qenë ai i sigurt prej kurtheve dhe cytjeve të shejtanit. Çfarë ndodhi me Ebu Hurajra? Pra, kur u nis me shku me thirr ehli sufën, çka i shkojnë mendje Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu? I shkojnë mendje që se mi thirr unë ata. Nëse ata pinë unë komemet pa pije, domethënë, kush ka qenë Ebu Hurajra, transmetuesi më i madh i haditheve, shok i pejgamberit, edhe asesi, pra nuk ka qenë i qetë prej cytjeve dhe veseve të shejtonit. Dobia tjetër, o vëllezër, është, të cilën e kam përmendur ulemoja, është se bereqeti i Allahut ka qenë edhe në dorën e pejgamberit alayhis salam, dhe kjo ka qenë mucize, kjo ka qenë mrekulli për pejgamberin alayhis salam. Allahu zëxhele ka beku në dorën e profetit qumshtin që ndoshta në shikim parë a do të mjaftonte ai qumsht për një person apo dy, mirë po ai qumsht pra mjaftoi për komplet atë grupin të cilët kanë qenë së bashku me pejgamberin në dhomën e tij, dhe kjo është prej dhuntive që Allah ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam dhe është prej mucizeve që Allah ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Dobia tjetër është, o vëllezër, që kanë përmendur ulemaj në këtë hadith, kanë thonë se më së shumti nderohet mysafiri kur ti e shërben me dorën tënde. Ti e shërben me dorën tënde, qoftë ushqim apo pije. Dhe kjo është prej moralit dhe është prej kujdesit të Zotit shtëpisë karshi mysafirit. Kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhis salam. Dobia tjetër është se ai i cili ju jep të tjerëve për me ongër dhe me pi, ai duhet me ongër dhe me pi vetë i fundit. Pra gjithë pitën edhe i fundit ishte i dërguari i Allahut alayhis salam, ai i cili pra ka pi pra në veti i fundit, pasi që janë ngop gjithë sahabët tjerë. Dobia tjetër është se nuk lejohet me pi në kom, sepse ka ndalesa prej pejgamberit alayhis salam, dhe hadithi është tek Imam Muslimi me numrin dorë 2026, ku thot pejgamberi alayhis salam, asnjëri për jush mos të pi në këmbë. Thot, kush haron dhe pi duke qenë këmbë, le ta vjell ato. Le ta vjell ato. Shohim se gjithë ata sahabët të cilët ishin në dhomën e profetit, krejt kanë pi qumshtin duke qenë ulur. Dobia tjetër është
se është halal me ungi, me ushqim nëse ki nevoj. Je unët shumë, ki nevoj për me hongër, lejot mungi. Çfarë ndodhe me Abu Hurairin? Tha pin njerë, thot deri sa unë gopa, mos kishëm vend ku me qu. Dobia tjetër është se kur hanti servohet ju ushqimje se pija, fillimisht me thonë elhamdulillah. Me falendru Allahun që ta ka dhuru qatë ushqim apo qatë pije, edhe pastaj me thonë bismillah. Se kështu veproj edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe dobia para fundit e 20 është se ata të cilët punojnë këtë fe nuk duhet mu anku për gjendjen e tyre. Se asnjëri prej neve nuk është sprovu çush janë sprovu sahabët. Dhe asnjëri prej neve nuk e ka gjendjen tani se si e kanë pas sahabët. Asnjëri prej neve nuk është sprovu çush janë sprovu pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Nëse e bën krahasimin me gjendjen e sahabëve në atë kohë dhe me tonën, ka dallim shumë. Mirë po ata nuk janë anku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për jetesën e tyre të vështirë të cilën ata e kanë pas. Por ju kanë mbështet Allahut edhe ju lut dhe kanë bo dua. Mbi të gjitha ata kanë sakrifikuar jetën e tyre për fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe ata kanë qenë të parët kur është kërku nevoja për me dalë. Çfarë thotë i modhi Zot tek sura Ankebut gjatë 9, ata që luftojnë për çështjen tonë, sigurisht që ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Dhe dobia e fundit për këtë ders të sotit është se gjendja e robit nuk është gjithmonë e njëjtë. Nuk është gjithmonë e njëjtë. Domethënë vjen një kohë që ti ski, po kalon një kohë, vjen një kohë që Allah t'jep mall dhe t'jep pasuri. Pra ndryshon një gjë aty. E të njëjta gjë ka ndodhur edhe me sahabët. Domethënë ka qenë një kohë që nuk kanë pas, mirë po pas një kohë ata kanë pas shumë mall dhe shumë pasuri. Çfarë thot Allah subhanahu wa taala tek sura Nuh ajeti 10 dhe 12 dhe paraprakisht edhe ka ndodhur kjo edhe me Abu Hurairin, domethënë në kohën e Omerit radiallahu anhu, edhe në kohën e Othmanit radiallahu anhu. Abu Huraira ka pas mall dhe ka pas pasuni. Sikurse tregon vetë Abu Huraira, thot kur jam unë me hongër buk me sahabët, thot me këtë pjesën e rrobës thot i kum fshi thot hunët e mia dhe kum thonë Abu Huraira, thot tash ka ardhur koha mi pas 2 portesha. A ka pas raste thot që s'ke pas me hongër hiç. Domethënë ja ka kujtu vetës ato se si ka qenë. Dhe shtash çfarë është? Domethënë e ka falendruar Allahun e lartësuar. Thotë s'ke pas kur gjesh dërsa tash i kip 2 par rroba dhe po i fshin domethënë me mongën e teshës tonë po i fshin domethënë hunt e tua. Domethënë ka ardhur koha, nikos s'kan pas, mirë po ka ardhur koha kur Allah subhanahu ju ka dhënë, siç thot Allahu tek sura Nuh 10:12, thot kërkoni falje nga Zoti juaj i cili është falës i madh, që t'ju dërgoj shi të bollshëm, që ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte dhe lumen. Ky është dersion për sonte, me shpresë që takohemi në dersin tonë të radhës për treguar, më thon, historinë e dytë mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sahabiut sallallahu alaihi wasallam.